Atëre, në monitor është dikush i cili është betuar që nuk do të vinte kurse si në Big Brother. Është Oni, vllai i Selin dhe i dashuri i Gretës. Oni ka thënë vllait të madh që sonte mund të takoj vetëm njërën prej vajzave dhe ajo që do të takoj është Selin. Selin të kërkoj të shkosh në arenë. Jeta më trëzvete, shpirti më trëzvete. Ishte? O të budalavë. Brame me kap. O zotë Ledion, shi sa i bukur është o Ledion. Shi me rëtulloma. Si e? Si e ti? Oni mirë mbrëma. Si shkoj? Raqa? Kishe shunjat? Super. Që bëj? Jam mirë? Jam mërzit? Oni mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E ka ono. Di që kur binte atëre biseda që Nuk më gjohë shumë mirë. Ja, do rregullohet me njëherë. Kur Selin do të futej në Big Brother, po pastaj edhe Greta do të futej në Big Brother, ti ke thënë vajzave që nuk duaj që të futem aty brenda. Po. Por sot ke ardhur dhe ke mundësinë që të takosh vetëm Selin. Çfarë do t'i thuash motrës tënde? O Ledion, e pse jo Gretën? Sepse ka mundësinë të takoj vetëm njërin prej tyre dhe ka zgjedhur të takoj ty, jo Gretën. Si e? Mami jam mirë, papi, gjithë, këtë falja shumë. Të. Nga kush, nga mami, për nga baba? Nga gjithë. Okej, së shak njësa? Shumë mirë. Një mërzit? Qofin gjithë. Je... A diti. Shua më tro jo, të një mërzit apo jo? A diti po 24 orë, qofin gjithë bashkë 24 orë. Okej. Me mamin, me babin, me Gretën, si shna gëllon jena i saj. Je shumë mirë. Mendoj se do jesh akoma më mirë, po t'jesh si vetëm. Tam. Okej, vajna? Po, për në dhe. Okej. Ledion, 5 minuta, Greta. Jo, nuk ka më kohë. Po mirë, t'lutem, në gjom Greta? Po, Greta dëgjon. Duhet të kthehesh. Okej, në gjom Greta? Po. Jo, Greta nuk na dëgjon. A, Ledion ja fut e kod. Okej, unë i them. Greta. Jo. Greta. Jo, vetëm një përgjigje, lutem. Oni të lutem duhet të largohesh, duhet të dalësh nga dera. Selin, Greta duhet ktheheni në shtëpi. Greta. Oni duhet të largohesh. Më trashë buzë me buskujq. Okej, më çoni pak. Më qoni pak në shtëpi, o Greta. Qyqa Ledion. Jo, qyqa Ledion. E kuptoj që t'ka marrë malli shumë, por nuk mund të bëhemi si këmbë të dhis. Se pa, të? Më dëgjon, Greta. Po. Pra, Oni erdhi aty, kishte mundësinë të takonte vetëm njërën prej jush. Nëse ti do të bësh si në shtëpinë tënde, atëre i bie që nuk ke respekt për shtëpinë e Big Brotherit fare. E kuptoj ngarkesën, e kuptoj. Vetëm një përqarësim ishte. Duhet të kuptosh një gjë që ky është një program televiziv dhe ka rregullat e veta dhe nëse i dashuri yt, vllai i Selin kërkon të takoj vetëm njërin prej tyre, ti nuk mund të bësh me kokën tënde dhe të dalësh pa respekt për vllajin e madh, për shikuesin dhe për asnjëri aty brenda. Realisht, vetëm një përqarësim. Doja asgjë tjetër. E kuptoj që e ke brenda dhe natyrisht edhe unë në pozicionin tënd do thoja po ky pse erdhi dhe takoj vetëm Selin dhe mua s'po takoj. Motor e ka pas para meje. Absolutisht jam shumë e lumtur që ka takuar Selinën edhe i ka thënë fjalët si vlla. A ke ndonjë mendim se nuk donte të takonte ty me qëra fjale apo? Jo, ndoshta ka pas më merak për Selinën, për në anë të lojës.
Okej. Selin, u çmallë pak. Ledion, nuk e di çai keni bërë. Keni shkuar, keni marrë me zor se... Sepse ai do vinte kur, prandaj dola. Përveç kam pas ndaluar dhe ta përmend, jo ta ftoj, po gjithsesi jam kënaq pak konfident shumë vllajt madh, edhe të lutem, më lejo ta përshëndes pak motrën time, se është pak më vogël edhe Agnesa, I love you. Të dua me ty shumë pa fund. Okej, po ju lë me njëri tjetrin, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë. Nuk e di, ndonjëherë më tha dikush, ti nuk dukesh si njëri që ke durim. Ha, a më thoni ju, a kam durim apo s'kam durim me ata aty? Durim që flas derën, durim. Durim derë. Okej, vetëm pas pak do të zbuloni se çfarë ndodh tjetër këtu në Big Brother, diçka shumë, po shumë e bukur. Qëndroni aty.